Femër e fortë dhe një grua e suksesshme është ajo me cilën do të vazhdojmë të bisedojmë gjatë minutave të ardhshme. Një zonjë për të cilën ka dëgjuar Ulqini dhe me cilën me suksesin në punën e saj krenohemi që të gjithë për plot 25 vite tashmë. Mirë se vini në studion e Ulo Infos, e nderuara Hatixe Nelaj. Faleminderit Ariona, vërtet është kënaqësi dhe ndihem shumë mirë në këtë studio. Në fillim ju falenderoj që në mënyrë të vazhdueshme I përcjellni aktivitetet tona dhe për këtë jem shumë mirënjohëse. Gjithmonë me shumë kënaqësi dhe njëherë ju falenderojmë edhe juve për kontributin e madh që jepni në fushën së cilës I takoni dhe së cilës do t'i kushtohemi pikërisht gjatë minutave në vazhdim. Do nisem me një pyetje mbase klishe, por shumë e rëndësishme për ata të cilët nuk kanë dëgjuar asnjëherë për zonjën Hatixe Nelaj, pasi e dim që tani me zhvillimin e teknologjisë kanë mundësi që intervistat tona të shihen edhe larg kufinjve, mund ta shohin edhe ata të cilët nuk e dinë se kush është Hatixe dhe Ariona. Po, them, Hatixe Nelaj, kam lindur në Pisto, në moshën të re dhe jam martuar, kam 2 djem, tani 2 nuse, 2 mesa, bashortin, dhe me thamë një familje e gjanë, si nan jam shumë e plotësume, në të gjitha aspektet, po më e plotësume jam si gjyshe, atë gjej veten shumë do të thotë janë gëzimi I shtëpisë, gëzimi im, edhe ato që janë gjyshe vetë, do shta më kuptojnë që vërtet ta ndryshojnë jetën. Një kohë të gjatë, thot 25 vite, kam punu në gazetari, jam marrë me tema të ndryshme, ajo që ndoshta ka bulos punën time është emisioni Portreti, ku kam realizuar rreth 300 emisione dhe gjithmonë jam fokusuar më tepër tek temat sociale, ato më kanë flenë në shpirt. Në mënyrë paralele, prej asaj kohe do të thotë, nga viti 2001, vendosi që të merrem edhe me një punë tjetër, ndoshta do ishte ndoshta edhe pyetja juaj e radhës. Po, si lindi që të merreni me SOS telefonin për gra dhe fëmijë viktima të dhunës në familje? Pse pikërisht ju, si? Vërtet ka qenë diçka spontane. Disa shoqe nga Podgorica, një takim spontan, dhe pikërisht ato kishin ardhur në Ulqin dhe duke folur me bashortin tim, ishin takuar diçka me punë dhe bashorti po vjen në shtëpi dhe thot kështu, pse ti nuk merrej, pse ti nuk angazhohej. E pavetdijshme për sfidat të cilat unë do të ballafaqohesha, për përgjegjësinë që mora në shtëpinë, më duk pak interesant dhe një shtysi kisha edhe disa shoqe tjera të cilat na u bashkangjitën në atë kohë, edhe 10 veta tjera, dhe kështu fillu me trajnime, po me trajnime shumë efikase, shumë të zgjatura, diku rreth 3 muaj jemi trajnuar se si t'i afrohemi një femre viktime të dhunës, çfarë është primare, si ta ngushëllojmë, si të ndihet ajo sa më mirë, si t'i ofrojmë një grohtësi, dhe e morëm me shumë zemër, por nuk ka qenë, hapat e para nuk kanë qenë, themi, as pak të lehta, si nga paraqytimet e rrjetit, por edhe nga neglizhenca e madhe e institucioneve, që tani kemi raporte shumë të mira. Do të thotë na morën si një paralelizëm, se ne donim, them kështu të shprehem, t'i bëjmë aty në një farë, të themi, konkurrence, që nuk ishte as pak e vërtet, dhe ne kujdestaronim plot tetor. Çdo ditë kishim nga ora 5 pas ditës, mirë po me zhvillimin e punës, aktiviteteve tome, e pa me të arsyeshme që nuk mjafton vetëm kujdestaria në telefon, sepse gratë donin që të na takonin në zyre, të shprehin atë, dhe kështu që tani veprimtaria kryesore është themi patjetër takimi me gratë në zyre dhe aktivitetet tjera që janë përcjellëse. Për ata të cilët nuk e dinë, çfarë është SOS telefoni për gra? Kush mund t'ju drejtohet? Me cilat palë ju jeni në komunikim të vazhdueshëm? Kush është prioriteti juaj?
Prioriteti gjithmonë janë gratë, viktimat lunës, vajzat, fëmijët viktimat lunës. SOS telefoni është një shërbim specifik, special të themi, ku në mënyrë të vazhdueshme ofrohen shërbime të ndryshme. Pikës pari, shërbimi i parë të themi është që personi që vjen i drejtohet SOS telefonit të ndihet i sigurt, të ndihet që ka dikush që e dëgjon dhe ka dikush që mendon për ta. Japim këshilla. Këshillat janë ato me të cilat neve ballafaqohemi çdo ditë, me qenë se edhe kemi një eksperiencë, kur nuk i them që ju duheni apo bëni këtë gjë, çdo femër e din vetë situatën e vet. Edhe din si mund të dalë më së miri nga situata, është shumë lehtë të plasësh nga një kënd tjetër, nga një vështrim tjetër, por më së miri e din ajo se si mund të dalë nga. Po ajo që është më rëndësishme është që ti njoftojmë me drejtat ligjore, ti ofrojmë broshura të ndryshme të cilat i kemi dhe të përkthyera në gjuhën shqipe. Pothuajse për çdo vit kemi broshura të ndryshme që i dedikohen fëmijëve, nënave, vajzave që janë viktima të lunës dhe shërbimeve institucionale, si që janë prokuroria, policia, qendra për punë sociale, sepse ka pas shumë mungesë të themi të kuadrave të specializuara edhe në vetë institucionet shtetërore, të cilat kanë qenë të gatshme t'i marrin hapat, të themi e para se si të sillen me një grua e cila ishte viktimë e dhunës. Fal angazhimeve të shoqatave jo qeveritare, pikërisht këtu në komunën e Ulqinit mund të tham me plot gojë fal SOS-it, SOS telefonit dhe SOS telefonave tjerë si motra që i kemi të shpërdara në territorin e Malit të Zi, kemi kaluar shumë trajnime me jo pothuajse po me të gjithë përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, që të njoftojnë edhe me protokollin e veprimit. Kemi pas projekte të cilat kemi realizuar dhe me punëtorë të shëndetësisë, aty ka qenë një karrike cila pak të themi ka stagnuar, me që se nuk kanë qenë të njoftuar të themi në mënyrë të mjaftueshme se si duhet të veprojnë dhe çfarë është roli i tyre kur një femër shkon për të bërë të themi vizitën edhe për t'i caktuar lëndimet të cilat ajo i ka marrë gjatë dhunimit. Tani ti ju në shtëpinë e shëndetit mund të shihni edhe protokollet e veprimit të ngjitura në mur, ka një formular të veçantë ku është figura e personit dhe në çdo pjesë të trupit evidentohet, do të thotë regjistrohet se ku është. Kjo na lehtëson shumë tani për të vazhduar me proceset gjyqësore, sepse kanë qenë shumë të mangut edhe raportet mjekësore. Me qenë se nuk i kanë përdor, nuk i kanë aplikuar këto formular, të cilat nuk i kanë pas. Edhe kjo të themi është një hap përpara në këto institucione. I përmendët që në fillim institucionet me cilat në fillim bashkëpunimi ka qaluar, por që tashmë keni një bashkëpunim të mrekullueshëm. Si ka ardhur deri tek kjo? E dim që edhe në takimet që keni organizuar në 16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj grave dhe fëmijëve, kanë qenë gjithmonë të pranishëm të gjithë faljush, të gjithë bashkëpunëtorët tuaj dhe përfaqësues nga të gjitha institucionet. Jeni të kënaqur dhe si e komentojnë ata tani pas 25 vitesh punën që ju bëni? Fal ndoshta angazhimit, po do ecim edhe me hap me kohën, apo? Patjetër. Gjërat kanë ndryshuar, dhuna në familje tani në përgjithësi nuk trajtohet më se një problem që nuk i takon shoqërisë, por veç shtëpisë. Ne me plot gojë mund të them që kemi një raport dhe një bashkëpunim superior me të gjithë institucionet përkatëse, edhe pse bëhen ndryshime kadrovike në ato institucione kur, t'ju them të drejtën, nga njerë menoj si do t'i ndërtojmë tani raportet prap me udhëheqës të ri, dita ditës, muaj pas muaji, raportet janë edhe më të mira. Besimi është më i madh tek njëri tjetri, rastet të cilat i shqyrtojmë,
së bashku në ndihmojnë që të zgjedhim mënyrën sa më efikase, më profesionale dhe mu për këta çdo 3 muaj, së paku çdo 3 muaj, në zyrat e SOS-it ne kemi takim me të gjithë përfaqësuesit e institucioneve me të cilat kemi edhe të nënshkruar patjetër edhe memorandumin e bashkëpunimit. Kemi pasur raste ku ka ndodhur që të kemi raste shumë të komplikuara, që janë zvarritur shumë si procese gjyqësore, gratë kanë qenë të themi të mërzitura, kanë hupur besimin tek institucionet. Na e ndrejtuar hec pas here që ne nuk mund të jetojmë në këtë mënyrë, nuk kemi ku të strehohemi, nuk kemi kujt i drejtohemi, mirë po, institucionet, përfaqësuesit e institucioneve kanë qenë të gatshëm të vinë, të marrin pjesë në zyret e SOS telefonit dhe të jenë prezente vetë viktimat e dhunës. Edhe të shohim se ku ai person nuk është i kënaqur. Kush nuk i jep shërbimet e duhura? Ku stagnon problemi? Pse zvarritet të themi nuk mund t'i takoj fëmijët edhe pse nan nuk ja lejon, edhe pse me gjykati ka të themi të lejuara që t'i shoh gjatë vikendit apo burri gjatë vikendit, problemet me kryesore janë më të ndihshme janë kur divorcohen dhe pastaj për mua janë viktimat dhunës janë vetë ato fëmijë. Sipas jush, kur jemi tek strehimi, e përmendët më herët gjatë përgjigjes, sa është e vështirë apo e lehtë që të sigurohet një vend strehimi për fëmijët dhe gratë viktimat dhunës në familje? Në realitetin që ne jetojmë. Në realitetin që ne jetojmë, ndoshta dikush mendon që nga uçini nuk ka gratë të cilat kërkojnë strehim, janë shumë gabim. Ka nga uçini gratë të cilat kërkojnë edhe një strehimore shumë e nevojshme në komunën Ulqinit. Po një strehimore që të funksionojë në mënyrë profesionale dhe të ketë të gjitha shërbimet e nevojshme, kërkon shumë jetë. Kërkon shumë jetë. Neve në kohën e Covidit kemi pas strehimore, falë angazhimit të UNDP-s, sepse kemi pas rritjen e numrit paraqitjes së dhunës në familje dhe u pa e nevojshme që vërtet ne duhet të ndërmarrim disa hapa dhe të sigurojmë një strehimore. T'ju them për 9 muaj që ka ekzistuar strehimorja në komunën e Ulqinit, por që duhet ta përmendim kemi mbuluar edhe territorin e komunës së Tivarit dhe kemi pasur gra viktima të dhunës me gjithë fëmijët dhe nga komuna e Tivarit. Për 9 muaj ne kemi arritur të strehojmë, do të thotë janë strehuar ato 22 persona, që është numër goxha i madh për një komunë kaq të vogël. Dhe duke u bazuar në këtë shifër, them që edhe ato gratë të cilat do donin ndoshta të shkojnë në një strehimore për një kohë të caktuar, derisa të qetësohet situata në shtëpi apo derisa ajo të vendosë çfarë don me tej, do ishte mirë që të sigurojmë. Me qenë se nuk e kemi, shumë gra dhe ngurojnë të shkojnë në Podgoricë, të shkojnë në Nikšić, për shkak të lartësisë që është, për shkak të asaj që ato janë me fëmijë, dhe ndoshta ato do të vijojnë shkollën, do të ndrohet shkolla, do të thotë shumë gjëra këtu ndryshojnë. Mirë, tani ka strehimore në komunën e Tivarit, dhe kohën e fundit atje jemi duke i drejtuar më tepër, me qenë se është një distancë më e shkurt, të themi rrugës për nga Ulqini në Tivar. Po, nga Ulqini në Tivar. E dim që një pjesë mbase më e rëndësishme e punës suaj është edhe ruajtja e, le të themi, mbajturi në të fshehtë apo mbajtja sekrete gjithë procesit të punës suaj, duke filluar edhe nga vetë emri i personave të cilët ju drejtohen për të kërkuar ndihmë. Sa ka qenë dhe sa është e vështirë kjo pjesë? Kjo pjesë, ju them të drejtën, nuk është fare e vështirë, me qenë se kjo është primare në punën tonë, dhe për atë dhe kemi shumë raste, ka shumë paraqitje sepse gratë në besojnë, sepse kemi një ekip të profesionalizuar, të cilët kanë kaluar trajnime dhe trajnime të ndryshme, dhe çdo fjalë
që flitet me një grua në ambientet e sos telefonit, ajo mbetet aty, brenda. Përveç se nëse vetë gruaja kërkon që ato biseda të shkojnë më larg, ka pas raste që kanë kërkuar të dalin në media, dhe kanë dalë në media, kanë kërkuar ndihmë institucionale nga shteti, por po femra nuk kërkon që ne ta paraqesim rastin e dhunës, ne i kemi duart e lidhura dhe ne duhet vetëm ta udhëzojmë, t'i japim këshilla, t'i japim ato çfarë neve mund t'i japim nga materialet edukuese, nga materialet informuese, ta informojmë me të drejtat e saja. Asnjëherë nuk ka ndodhur që dikush nga gratë të dalin nga aty, të themi me kokë ulur, edhe e zhgënjur, sepse aty vërtet fal angazhimit të ekipit të cilin e menaxhoj me një përkushtim të madh, me tani me si thaç me herët të kohë pas kohshme, me qenë se edhe ndrohet struktura e personave që punojnë aty, se e dini që në mënyrë vullnetare tani shumë vështirë të gjesh persona të cilat të merren me këtë veprimtari. Po kthehem apo tek një rast i cili na ka prekur të gjithëve si Ulqin pothuajse një vit më parë. Na ka prekur, por edhe na ka bashkuar, gjë cilën keni japur ju si SOS një kontribut jashtëzakonisht të madh dhe keni tentuar që të jepni maksimumin tuaj, të jeni të përgjegjshëm dhe të shkoni deri në fund, që është më e rëndësishmja. Ka të bëjë me rastin e ndarjes tragjike nga jeta të bashkëqytetarës sonë, të cilës nuk e di nëse doja përmend emrin, e cila ka pas lindjes ka ndëruar jetë. Ju keni zhvilluar së bashku edhe me sektorin, kolegët tuaj nga sektori jo qeveritar, keni organizuar protesta, për cilat është dëgjuar shumë larg, keni qenë zëri asaj familje, zëri atyre fëmijë, zëri të gjithë neve si qytetarë të këtij qyteti, të cilët jemi shqetësuar jashtëzakonisht nga ajo që ka ndodhur. Si mund ta përshkruani atë rast dhe ku ka mbritur deri në këto momente? Ku ju ka çuar ajo protest? Keni hasur në përgjigje nga organet kompetente? Rastin e fjalë, jo që ka prekur familjen dhe komunën e Ulqinit, qytetarët e komunës së Ulqinit, po ka prekur të themi mbar territorin e qytetarët e Malit Zi, por edhe diasporën. Diaspora cila në atë kohë ka qenë një krah të themi i fuqishëm dhe janë interesuar shumë nëse ka nevojë për ndonjë ndihmë. Angazhimi i SOS telefonit në këtë aspekt ka qenë se e kemi pati ullës sepse disa zbrasi të cilat i kanë institucionet si lokale ashtu shtetërore duhet t'i plotësoj sektori jo qeveritar, e kush më mirë se femra për femrën. Kështu që me iniciativën e SOS telefonit, por edhe me përkrahjen e disa shoqatave tjera që mos t'i harroj të grave nga komuna e Ulqinit, ne kemi organizuar po kemi organizuar 2 protesta. Protesta parë ka qenë protesta për Shejlën, të cilën e kemi organizuar, por ajo e cila ka qenë një protest madhështore, mendoj që do mbahet mend për nga numri i personave të cilët kanë marrë pjesë në këtë protest, për personat të cilët kanë ardhur nga mbar territori i Malit të Zi që të napin një përkrahje. Mendoj që nga aty ka dalë shumë mesazha të forta dhe kemi qenë një zë i fortë, të themi që kemi depërtuar tek shumë persona të cilët ndoshta kanë menduar që ato të palara do mbesin në tepi dhe do kalojnë siç kanë kaluar edhe shumë raste tjera, se nuk është drita tafa e personi, të themi me shumë keqarje, tham se vërtet
na ka prekur dhe më prekur kur e përmendi, sepse la pas vetit një foshnjë sa për lindur edhe 2 fëmijë tjerë, por duke parë e curin e procesit, u tregua që kishim të drejtë, që kërkuam ato çfarë kërkuam, çka u shkru në për ato parollat, cilat kanë qenë të shumta. E di që nuk kthehet në jetë, por mendoj që ai sensibilizim, ajo themi përkrahje e qytetarëve që ka qenë një shtysë edhe më e madhe që për rastet e tilla nuk duhet të heshtim, por duhet të bashkohemi dhe të jemi një zë në kërkesën e të drejtave që na takojnë neve si qytetarë të kësaj komune. Nuk do na mjaftonin edhe orë të tëra për të biseduar rreth veprimtarisë tuaj për gjatë këtyre 24 viteve, por për shkak të minutazhet e limituar të kësaj bisede, do më duhet që ta përmbyllim me një pyetje të fundit që ka të bëjë me ato se çfarë ju motivon juve, zonja Hatixhe, që për gjatë 24 viteve t'i kushtoni kësaj veprimtarie? Kush është shtysa juaj? Po, shtysa ime kryesore është të them të vërtetën, kur me rastet të cilat neve kohë pas kohe i kemi, të themi çdo javë nga një rast, sepse në SOS telefon gjatë një vitit regjistrohen, do të them 80 deri 90 rastet të paraqitura, dhe shpesh ajo butësishtja aty në grave në rrugë, kur thotë që falë Zotit, jam shumë mirë, më ke ndihmuar, ju kemi dhënë mbështetje juridike falas, i kemi udhëzuar, çka është më rëndësishmja, i kemi dëgjuar dhe i kemi kuptuar. Dhe mendoj që derisa të mundem, derisa ta kam fuqinë dhe shëndetin, nuk do i largohem dhe do jem gjithmonë një zë i fuqishëm për mbrojtjen e të drejtave të grave, e sidomos grave viktimave të dhunës në familje. Në fund kisha dash një porosi për të gjithë burrat që familjen ta shikojnë, ta respektojnë, kur gja me zorë nuk mund të shkojnë. Një fat i keq është që gjithmonë më brengos që kohën e fundit kemi edhe shumë divorce në familje. Vjen si pasojë e ndoshta hyrjes në jetën bashkëtorë të papregaditur, kemi tani edhe të rinj të cilat nuk i dinë, hyjnë të papregaditur në martesë, mendojnë që martesa është diçka sikur janë së bashku të pamartuar, kur bën me fëmijë, fillojnë probleme tjera, ndoshta edhe mungesa e të hollave, por të respektojnë gratë, edhe gratë i respektojnë burrat, të kemi një besim te njëri tjetri dhe gratë mos ta kenë shtëpinë ferr, po ta kenë vendin më të sigurt për ta edhe për fëmijët e tyre. Faleminderit dhe ishte më të vërtet kënaqësi të bisedonim bashkë për gjatë këtyre minutave. Unë uroj t'ju kem përsëri dhe ju dëshiroj shumë sukses në jetën dhe punën tuaj. Faleminderit Aliona, ishte kënaqësi.